Iglit, çfarë të lidh me këtë vend? Me këtë vend këtu. Me këtë vend këtu. Me këtë vend këtu është thjesht një pikë referimi e imja edhe familjare edhe shoqërore. Shpesh mblidhemi këtu me miq tanë, me familjar, drekojmë, darkojmë, kalojmë pak kohë lirë sepse është një ambient me vërtet shumë relaksues edhe e shfrytëzojmë në maksimum. Nëse nuk do të ishit bërë futbollist, cili do të ishte profesioni juaj? I sigurt ose futbollist ose basketbollist, sepse deri në moshën 15 vjeçare kam pasur mundësinë të frekuentoja të dyja sportet dhe duhet bëja një zgjidhje përfundimtare dhe në fund fare pastaj bëra zgjidhjen e duhur për të bërë futbollist, po kënaqësia ime ka qenë gjithmonë edhe basketbolli. A të ndodh shpesh të rishikosh ndeshjet tuaja me kombëtarën dhe ndoshta të kesh një kompliment apo një vërejtje për veten tuaj? Kur kam mundësi, kur mbie rasti, i shikoj me nostalgji, kemi edhe mundësinë edhe nga një shoku jon i kombëtarës që shpesh na çon filmime të ndeshjeve, klipet, videove të ndeshjeve tona të kaluara, edhe pak ajo nostalgjia kthehet mbrapa. Të ndalojmë pak te kombëtarja. Duke qenë se vitet e fundit, kombëtarja jon ka qenë gjithmonë më shumë në rritje, le të themi. Një cilësi e shtuar, një tifozëri më e shtuar. Si ka qenë kombëtarja në vitet kur ju keni marrë pjesë? Janë breza të ndryshëm, janë epoka të ndryshme, tani infrastruktura, mundësitë financiare janë shumë të pakrahasueshme, jo shumë mirë, por të pakrahasueshme me gjeneratën tonë. Ne kemi qenë gjenerata sakrificave sepse e tillë ishte atëherë situata dhe të lozim ekipin kombëtar më tepër ishte një sakrificë nga ana e futbollistëve sepse edhe mundësitë ekonomike për t'u afruar, për të bërë udhëtimet kanë qenë shumë modeste dhe të pamjaftueshme, kështu që për ne ka qenë më tepër një aventurë sesa një diçka me një rëndësi të madhe siç është në kohët e sotme ku infrastruktura është e tillë që ta jep mundësinë të jesh edhe ta ndjesh dhe veten krenar ta përfaqësosh vendin tonë, po ndeshjet tona kanë qenë të paharrueshme. Fitoria me Greqinë mbas Europianit 2004-s, historike, Gjermania, ndeshjet kundra Gjermanisë kanë qenë shumë ndeshje të bukura dhe nostalgjia, domethënë, është gjithmonë ajo që fiton. Çfarë mendoni se i mungon te asaj kombëtare? Atë që sapo thash, infrastruktura, stafet, përgatitja e federatës për të organizuar këto evente ose këto ndeshje në mënyrën e duhur. Këto kanë qenë atëherë ndoshta edhe eksperienca jon, sepse ishin hapat e parë që sapo kishim dalë nga epoka e komunistëve dhe ishte një diçka, domethënë, që me kalimin e kohës sa vinte e përmirësoi, por nuk ishte fati jon i mirë të kishim këto kushte, po fati këtyre djemve që janë tani edhe e meritojnë që të jenë edhe të tillë. Megjithatë, një gjë është e sigurt. Në kohën kur ju luanit, futbollistët ishin të njohur të pëlqyer për publikun. Na tregoni pak më shumë për tifozërinë, për sjelljen, mënyrën se si juve ju përkrahanin ato. Atëherë kanë qenë një lidhje shumë emotive, edhe tani është shumë e tillë, po atëherë, domethënë, vuajtjet na bashkonin shumë, e mbaj mend ndeshjet e 97-s në Granada, sakrificat, edhe ndjenja kombëtare ishte shumë e madhe. E kujtoj me nostalgji ndeshjen me Irlandën e Veriut në Zyring, në stadium pranie gati 20.000 tifozëve shqiptar. Ajo ndjenja kombëtare ishte një lidhje shumë emotive dhe një ndjenjë shumë e bukur dhe vajtja me ekipin kombëtar për neve ishte diçka shumë emotive, shumë lidhëse, sepse na bënte të jepnim atë maksimumin tonë. Në kohën kur ju shkëputët për një karrierë ndërkombëtare, mund të themi që ju jeni ndër të parët futbollistë të cilët hapët sipari në asaj dere për këto tjetër pas jush. A mund të themi që ka qenë e vështirë për një skuadër ndërkombëtare të pikaste një talent shqiptar? Ka qenë rrugtim shumë i vështirë, sepse çdo gjë duhet ta filloje ndoshta edhe më poshtë se zero, sepse duhet i bindje që aftësitë tona ishin të mjaftueshme për të lozur edhe nëpër ato kampionatet e niveleve të larta profesionistike, si Gjermania, si atëherë Italia, Franca,
më vonë Spanja, Greqia, domethënë kanë qenë momente të vështira, po që talenti edhe këmbgulja jonë bërit atit që neve ti hapnim dyert futbollit shqiptar për brezat e ardhshëm për të bërë karrierë edhe më të mirë se ndoshta edhe jona. Sa e vështirë ka qenë për një futbollist shqiptar në atë kohë të shkonte të luante për shembull në stadiumet më të mëdha të kohës, të luante futbollistë të cilët ishin tejet të talentuar. Në hapat e para ndoshta ka qenë pak emocionale. Ndeshja e parë unë nuk kam bërtaruar në Spanjë kundra Gjermanisë, kampione e botës, ndeshja ime e parë me kombëtaren, kisha të bëja ose kundërshtarin kryesor kisha Jürgen Koller që ishte që në mbrojtësi më i mirë i botës në atë periudhë dhe ishte emocioni i veçantë sepse edhe vija nga kampionati gjerman edhe ndjenja që të lozje kundër atyre ishte më tepër një ëndër se një ndjenjë e bukur, po në momentin që arbitri Fishkëlleu nisin e lojës, emocionet i lam vendit pasaja ndjenjës për dënë më të mirë në fushë. Takimi ose biseda me një yll ndërkombëtar të cilët të ka lënë më shumë mbresta në atë kohë? Unë kam pasur fatin që takoja shumë, ose ndoshta edhe të lozja me shumë nga këta hyje të futbollit botror, si Roberto Baggio, Guardiola, Pirlo, Gjorkaev, Klose, e shumë tjerë, domethënë që nuk i mbaj mend tani, po që hera parë, kontakti parë ka qenë kur jam transferuar në Karlsruhe me Thomas Hassler, që ishte kapiteni i Karlsruhes atëherë dhe ishte një nga hyjet e futbollit botror atëherë dhe atëherë shtrëngimi i dorës me të ka qenë një emocion i veçantë për mua. Na flisni më shumë për miqësinë tuaj me Roberto Baggio. Si jeni njohur dhe ajo pyeste ai shpesh për shembull për shqiptarët? Si jemi njohur, domethënë aty në Brescia ku kemi lozur bashk. Ka qenë një fakt interesant sepse kur u transferova nga Kaiserslautern në Brescia ishte ajo imazhi im për futbollin italian ishte shumë i lartë dhe infrastruktura ishte shumë e ulët. Kur arrita në qendrën sportive të Brescias që për të zhveshur në dhomat e zhveshjes dhe ngela i shokuar sepse ishin kushte qasë në Shqipëri nuk ishin atë kohë, kështu që po priça me pa durim që të vinte Roberto Baggio, që ta besoja vetë që ai ishte një njeri aq i madh të zhvishe në një dhomë zhveshje të tillë. Edhe kur erdhi u prezantuam, përqafoi me shumë thjeshtësi, u shvesh aty e kuptova domethënë se sa rëndësi ka ti jesh jo vetëm një lojtar i madh, po mbi të gjitha edhe një njeri i madh, edhe i thjeshtë. Po një përplasje ose një hatërmbetje me një yll ndërkombëtar keni pasur? Ja, përplasje, hatërmbetje nuk kam pasur, po kur je në karrierën tënde si futbollist ose si drejtues, domethënë ka pasur edhe raste, një ose dy raste tjera që i kupton që të jesh një futbollist i madh në fushë nuk do të thotë që të jesh edhe një njeri i mirë ose i madh jashtë fushës, kështu që nganjëherë këto zhgënjimet bëjnë pjesë edhe në jetën tonë, sepse ne jemi të bërë nga anë emotive dhe ne jemi njerëzor si gjithë tjerët. Cilën nga yjet futbollist ndërkombëtar keni sjellur në Shqipëri dhe si mund të themi që ja keni prezantuar atë vendit tënd? Unë nuk kam sjellë në yll ndërkombëtar sepse nuk merr me atë punë, po që kam organizuar një ndeshje shumë bukur atëherë në kohën nëse në mos gaboj 2001 në 2002 në vitin 2001-2002 me Brescian, edhe ka qenë prezent në ndeshje Roberto Baggio në stadiumin Qemal Stafa, në mos gaboj ka përfunduar edhe 1-1 si rezultat, kështu që ajo ishte një kënaqësi e madhe për mua sepse të silja ekipin tim në Tiranë për të zhvilluar ndeshje ishte një krenarie e madhe për mua. Ju keni edhe një miqësi me Pep Guardiolën. Si është si mik trajneri i madh? Pep Guardiola si mik është, siç ka qenë lojtar, është edhe trajner, sepse si atëherë si lojtar e shikoj jo vetëm fushë, po edhe jashtë saj që ishte ose mendonte jetonte si trajner. Dhe ishte ai bindur që ai do kishte një karrierë shumë të madhe ose shumë të lavdishme si trajner, sepse ishte me të vërtet shumë përpara përsa i përket idesë futbollit
mënyrën e të lozurit dhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur dhe me fat për mua që të jetoja ose të loznim bashkë edhe ta njihja nga afër, jo vetëm nga brenda fushës, po edhe jashtë saj. Iglitare, me një karrierë 30 vjeçare ndërkombëtare, a mendoni se e quani vetë një ambasador të denjë të vendit tonë? Unë mendoj që jam një njeri thjesht që kam munduar ta prezantoj me shumë dashamirësi vendin tim, sepse e ndjeja veten të detyruar edhe atë peshën e ndjeja shumë të rëndë, domethënë që t'jep një imazh sa më të mirë, jo vetëm fushën e lojës, po edhe jashtë saj si profesionist, po edhe si njerëz, dhe besoj që ja kam arritur me sukses ta bëj këtë gjë. Dhe me që jemi te diplomacia, Igli ka dhënë për Shqipërinë. Çfarë ka dhënë Shqipëria për Iglin? Nuk e kam bërë atë, nuk kam pas një atë marrëdhënien për mi jep t'jap, domethënë e kam dhënë atë që e kam dhënë me vërtet me zemër dhe me krenari, sepse kam dashur ta kthej diçka mbrapa nga ajo që neve na ka dhënë Shqipëria, kështu që për mua nuk e kam pasur asnjëherë, por respekti i shqiptarëve kudo në botë, kudo që shkoj ose jam, domethënë e ndjej atë admirimin e respektin që ata kanë kërshi figurës time, dhe nga nuk e mohoje ose fshej që t'jep pak krenari, sepse ndjen domethënë që i ke prezantuar të gjithë vlerat e popullit tonë me dinjitet e me respekt lartë. Shumë i bukur olimpika. I madh, i frikshëm. I madh, i frikshëm edhe i bukur. Kur e mendon sa emocione ke pasur, gjithmonë ke emocione përpara çdo dalje? Gjithmonë. Gjithmonë. Pas ndeshja parë. Një emocion, një jetë ndjenjë. Shumë e bukur. Ndjehesh gjithmonë si mos ke pasur kur eksperiencë për fare. Futesh në atë botën tënde dhe ri gjithmonë i qetë. Si ja del në lidhje me zhurmat e tifozëve? Jo, ajo nuk është problem. Problemi është deri sa arrin në stadium. Pastaj nga momenti që skuadrat janë fush, je komplet i përqendruar te ndeshja, te rezultati, te ajo që do jetë. Kush podiumi që qëndroja? Aty. Kjo është. E po, atje do ta zhvillojmë intervistën. Atje do Atje do të pyesim. Ka dhe pak nostalgji. Shumë nostalgji. Shumë i bukur. Igli, ne nuk mund të rrinim pa ardhur në Olimpiko, një stadium fakt gjigant që zë një pjesë të madhe të karrierës dhe suksesit tuaj. Si erdhi Igli tek Lazio? Si erdhi Igli? Erdhi si në fillim si lojtar, sepse kërkoni një sulmues me karakteristikat e mia dhe kjo ishte një ide e presidentit Lotito atëherë në atë kohë, dhe kur nuk do ta imagjinoja, domethënë që historia ime do kishte këtë rrjedhë ose këtë vazhdimsi. Çfarë kujtimi është sjell ky vend? Po është hera e parë mbas një viti që kthehem ose ulem te vendi im historik, domethënë te numri 11 në këtë rreshtin jeshil. Edhe koha kthehet mbrapa, nostalgjia, kanë qenë momente shumë të bukura, kanë qenë momente shumë të vështira, po kur e mendoj, domethënë gjithmonë e mendoj me buzëqeshje, sepse gjërat e mira dhe rezultatet ose trofetë që kemi fituar në këtë stadium kanë më tepër vlerë se gjërat e këqija. Cili është kujtimi më emocionues që keni në këtë stadium? Ai më i madhi? Më i madhi është fitoria e Kupës së Italisë në finale me Romën. Derbi Romës në finalen e Kupës së Italisë është ndodh një herë në jetë dhe ne kemi qenë me shumë fat. 26 maj 2013 është edhe hit në Romë, në këtë stadium, sidomos kur janë
kur janë ndeshjet e derbit, në minutën e 71 fillojnë gjithmonë koret kundra Romës edhe është një emocion i jashtëzakonshëm sepse ajo fitore na ka bërë që të futemi ose të bëhemi të pavdekshëm e të futemi në historinë e këtij klubi, e kësaj skuadre. Çfarë ndryshoi tek ju, paktën largimin nga fusha e Blerë, të paktën si lojtar? Them drejtën, nuk e ndjeva shumë sepse nuk e prisja që do ndodhte diçka e tillë, vajta për të firmosur kontratën si lojtar dhe dola me kontratën si drejtor, domethënë diçka shumë e rrallë, ndoshta e vetmja që ka ndodhur në historinë e futbollit botëror. Edhe nuk pata kohë, domethënë, ta jetoja, ta përjetoja atë ndryshimin, edhe pse në vitin e parë, nga që e ndjeja veten akoma lojtar, gati gjithë vitit stërvitesha në fushë me skuadrën. Çvishesha dhe vishesha ose stërvitesha me ta edhe në finalen e Superkupës në Pekin. 2 ditë para ndeshjes, në ndeshje miqësore, u futa në fushë, loza me ta, bëra edhe gol, kështu që isha akoma në atë lidhjen shpirtërore, emotive si lojtar akoma, po me kalimin e kohës pastaj gjërat morën atë rrjedhshmërinë e vet. Çfarë i ka dhënë Italia dhe Roma Iglit? Italia i ka dhënë shumë gjëra, sepse e kam konsideruar gjithmonë, domethënë, si vendin ideal për mua, për karrierën time, edhe për shumë shqiptar, po nga fëmijëria, domethënë, kanë qenë gjithmonë e ëndra ime që të lozja një ditë në Serie A ose vazhdoja një karrierë tjetër edhe si trajner, ndoshta edhe si drejtues. Dhe çdo gjë që unë e kam ndruar e kam marrë nga ky vend dhe jam shumë i njohës edhe për këtë arsye, domethënë, mbas shumë vitesh vendosa që ta merr edhe në shtetësinë italiane në shenjë falënderimi kaq Itali, sepse e ndjej veten edhe gjysmë italian. Ndërsa ju Nel sapo na dha një intervistë të mrekullueshme, një mini dokumentar. Të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Më thuaj që je shqiptar, pa më thënë që je shqiptar. Tani më ne jemi gati për të nisur në udhëtimin tonë të radhës, ku do të zbulojmë personazhin e kësaj puntate. FIBank, cilësia vjen e para.